Pra nuk po të pengon që I ka quajt polic ton terrorist, me një fjalë. Po, kjo është si thash procesi I përfunduar. Tash dhe po të kishim dashur në dyshume se nuk dojë gjyzimin e këtij zaki se mund të montuara. Para pak ditëve kemi raportuar se si Vesna Pantović, edhe pse I quajti policinë e Kosovës terrorist derisa po fliste për sulmin terrorist në Banjsk nga grupi Milan Radojčićit, ajo prap zuri vend në listën e Nenad Rashić, madje si kandidate për kryetare të Leposavićit në këto zgjedhje. Pantović hyen të rënd e hapur policinë e Kosovës, drejtuesit e shtetit e fliste se si në fakt terroristët serb po mbronin territorin e kishat në veri. Por krejt këto nuk I penguan as pak Nenad Rashićit, kryetarit të listës me të cilën ngaron Vesna Pantić. E për këtë çështje, kjo ishte përgjigja që dha Nenad Rashić për lajmin e. Deshta me të pyet edhe për kandidatën për kryetare të Leposavićit që e keni brenda listës të juaj. Do më thonë bëhet fjalë për Vesna Pantićin. A është kandidate për kryetare? Po, është. Po, deshta me të pyet për do deklarata që I ka quajt policinë e Kosovës terrorist. Pra, a jeni ndjeni për deklaratat e saj? I ka dhënë deklarata në mediumin informer. Unë e di kom pa prap për jush, kom pa deklaratat që kanë ndodhur para një kohë, unë nuk kom ditë për ato deklarata, por A kemi marrë ndaj vendim tash për Vesnën mas këtyre deklaratave? nuk kom bo, ajo është kandidate, tash është një proces I përfunduar, që thotë ju me siguri dini që kandidatët që kanë qenë propozuar dhe janë aprovuar nuk mundet të ndryshu asgjë. Pra nuk po të pengon që I ka quajt polic ton terrorist, me një fjalë. Mu po më pengon shumë çka, por nuk mundem të shoh sendet në të kaluarën sikur që janë relevantë çdo kohë, sepse normalisht që njerëz ndryshojnë si personat dhe deklarata nëse ka bo para 2-3 vjet, sa e komuj të shoh. Po. Me një rezervë. Edhe ka me vazhdu me kon apet kandidatën në listën e juaj. Po, kjo është si thash procesi I përfunduar. Tash dhe po të kishim dashur në dyshume se nuk mundem. Siç edhe mund të vrehet në këtë deklarim, por Nenad Rashić nuk është që çon shumë peshë se kush I ofendon apo hedh vrejrë mbi zyrtarët policorë të Kosovës. Madje për të peshë nuk ka as nëse kandidatja e listës së tij I quan terrorist policët. Rashić e merr madje me sportivitet mlefin që Pantović e shprehur në drejtim të këtyre zyrtarëve policorë. Nenad Rashić, pra, të cilin lëvizja vetëvendosje bëni thirrje për ta votuar si nënkryetar të Kuvendit të Kosovës nga radhët e serbëve. E në telefonate sipër deputeti Nenad Rashić e kam pyetur edhe për një çështje tjetër, ku së fundmi është publikuar një audio incizim nga mediumi Parrotlla, ku flitet për disa shuma parash. Në këtë audio incizim, Rashić dhe një person me emrin Milan Dabić dëgjohen duke folur për disa pagesa, plane për t'i shpenzuar ato para, si dhe për konkurse. Por sipas Rashić, ai mbetet I pastër në këtë punë. Për krejt këtë çështje, Rashić tha se po merret policia dhe se me një fjalë ato janë të montuara. Tash para pak minutësh. Okej, për çka bëhet fjalë? Veç a mund të na një po vërtetën tash nuk lidh polici. Tash po pres se po du me përtu një rast dhe është pak ma I gjatë, një tërgjim ma I gjatë dhe ju lusë për një kuptim se ju informoj pas, me thonë, është një... E për çka bëhet fjalë 2.000 euro, pra për cilat parë? Këto janë, që të kuptojnë, qëpari, këto janë dojë gjyzimin e këtoj zakin se mund të montuara. Është që për çfarë po I them pak është më komplekse dhe e tregoj policisë pori dhe pastaj informoj dhe ju. Publikimi I këtij audio incizimi dëshmon që flitet për shuma parash, ndërsa mediumi që ka shpërndar atë thotë që në vazhdim do të publikoj edhe incizime të tjera që dëshmojnë korrupsionin, e ku si dyshuar përmendet vetë Rashić. Ministri në detyrë për komunitet dhe kthim Nenad Rashić, pra edhe pse e din që bëhet fjalë për një kandidate që fyen e mundohet të përshmoj policinë e Kosovës, prap nuk ndryshon mendim për largimin nga kandidatura e saj për pozitën e kryetarës së Leposavićit. Se sa është rrezik për vendin të kemi një kryetare të një komune të Kosovës që bën deklarata të tilla, mbetet të shihet. E reagime për këtë çështje nuk paten as nga partitë e tjera politike në vend, të cilat
padyshim se në çdo moment tregojnë se sa krenar janë për policët e Kosovës e për mënyrën se si në mënyrë të përkryer mbrojnë çdo pikë të territorit të vendit përgjatë sulmit të Banjskës e në çdo moment tjetër.